Të gjithë janë duke menduar, dua të jem si Jezusi, dua të kem një jetë në prosperitet, dua të jem i suksesshëm, dua të jem kështu si Jezusi, ti dua njerëzit. Dhe si ta bëj këtë, si të rinovoj mendjen, si të ndryshoj njeriun e brendshëm. Dhe unë dua të them që Jezusi nuk na la boshnjak, nuk na la pa udhëheqje. Vetë jeta e tij ishte udhëheqje. Vetë jeta e tij është mësim për ne. Dhe ai na la parime kyçe, si ai u soll, si ai veprovi, dhe kështu për shembull disa parime që mësojmë nga Jezusi dhe nga fjala e tij janë: qëndro në fjalën e Zotit. Pra, parimi i parë është lexo çdo ditë. Fjala ime është e vërteta, thot Gjoni 17:17. Pra, rinovimi i mendjes është kur ne fillojmë lexojmë fjalën e Perëndis. Kështu formojmë mënyrën si mendojmë, mënyrën si e shohim veten, mënyrën si shohim njerëzit, si shohim botën. Pra, hiqet syri njerëzor dhe vendoset syri shpirtëror, syri i Perëndis. Së dyti, të kem mendjen e Krishtit, thot apostulli Paul tek 1 Korintasve 2:16. Pra, çfarë do të thot kjo? Si Jezusi jetovi me plot budësi, me falje, me besim, me bindje të plot ndaj Atit. Pra, rinovimi i mendjes ndodh kur ne zgjedhim të mendojmë, të bindemi dhe të nënshtrohemi si Jezus Krishti ju nënshtrua dhe ju bind Atit. Pra, çdo ditë pyet e veten tënde, po e shikoj veten si Jezusi më shikon? Apo e shikoj Atin si Jezusi e shikonte? Pika 3 është mbaj një lidhje direkte me Atin, një lidhje lutjeje. Jezusi lutej shpesh, ai lutej gjithmonë. Edhe pse ishte biri i Perëndis, edhe se mbante shpirtin e Zotit tu në tokë, ai ishte në lutje të vazhdueshme. Pra, gjithmonë lutej. Ki dhe ti, bëj çdo sekond lutje, bëj lutu kur del, lutu kur kthesh nga shtëpia, kur kthesh në shtëpi, lutu para se të flesh, lutu në çdo moment, bëj lutje të shkurtra, ty nuk të duhet të bësh lutje të gjata pa mbarim. Pra, të bësh lutje të shkurtra do të thotë të je në kontakt me Atin. Fol me të natyrshëm, si me dikë që do dëshiroje ta kishe pranë gjithmonë. 4.4 është prano vullnetin e Atit. Prano vullnetin e Perëndis në jetën tënde, sepse nëse ti nuk e pranon vullnetin e Perëndis, jeta jote do vështirësohet në çdo drejtim. Por Jezusi e dinte që shumë gjëra nuk mund t'i ndryshonte, thjesht të pranonte dhe të thoshte, jo vullneti im o Atë, po u bë vullneti yt. Mendja rinovohet kur ti dorëzon dëshirat e tua tek Ati, kur ti e dorëzon vullnetin tënd tek Perëndia. Pra, të dashur, kur ke një vështirësi, kur je në një gjë që të duket si pasgjidhje, atëherë thuaj Zot, le të bëhet vullneti jot. Dhe mos e lejo mendjen të të futi në konfuzion, po thuaj, unë ja besoj këtë situatë Atit dhe mendja jote do të kalojë në qetësi, në paqe. 5.5 është mos lejo asnjë mendim të gabuar. Të gjitha mendimet janë zëra, janë forca, janë fuqi. Prandaj çdo mendim i gabuar që vjen, demaskoj ato. Jezusi i mësonte dishepujt të demaskonin gënjeshtrat e armikut. Pra, rinovo mendjen dhe zvendësoj mendimet e gabuara, zërat e këqij me fjalën e Zotit dhe me të vërtetën. Kur i ligu thot ti zvlen, mos harro ti je i dashur për Perëndin dhe zvendësoj me këtë mendim. Kur i ligu të thot ti je i padashur, je vetëm, mos harro, deklaro, mendo, Ati është gjithmonë me mua. Kur mendimet e tua, kur zëri i të ligut vjen dhe thot ti nuk ja del, mos harro, deklaro, unë me Krishtin do ja dal gjithmonë. Pra, pika e 6 është jeto në dashuri dhe në falje. Pa dashuri dhe falje nuk mund të kesh një jetë të transformuar. Shiko Zotin, shiko Jezusin. Ai tha, u doni njëri tjetrin. Pra, jemi zgjedhur ta duam njëri tjetrin. Çdo mendim që flet për urrejtje, për mosfalje, nuk është nga Zoti. Vendos mendime të faljes, të butësisë dhe të një zemre të hapur. Kjo do të thotë rinovimi mendjes në dashuri. Dhe 7. Jeto me shpirtin e shenjtë. Trajtoje ata si pjesën tënde. Ti nuk je vetëm. Në çdo sekond ai do të udhëheqi, do të drejtoj dhe nëse ke nevojë thuaj Zot, më jep tani mendimin e dur, më udhëhiq tani. Dhe vetë Jezusi tha, ai është ndihma jon. Pra nëse ti nuk ja del vetë të rinovosh mendjen, kërkoj ndihmë Zotit, kërkoj shpirtit të shenjtë, thuaj kërkoj udhëheqje
dhe ai do të jap dhe mendimet e duhura ku ti të shikosh lavdinë e Zotit. Pra të dashur, qëndro në fjalën e Zotit, mendo si Krishti, lutu vazhdimisht, dorëzo vullnetin tënd personal, zvendëso mendimet e errta, jeto në dashuri dhe falje dhe kërko udhëheqjen e Shpirtit të Shenjtë. Dhe kjo janë çelësat që ti të rinovosh mendjen çdo ditë, të qëndrosh plot me zjarr në Perëndin dhe të jesh një zjarr për të, sepse Zoti të ka zgjedhur jo vetëm për të marrë për vete, por që ti të jesh shumë bekim për shumë të tjerë. Ju bekoj, ndaj videon dhe çohet jetë bekim për të tjerët. Ju përshëndes dhe ju bekoj në emrin e Jezus Krishtit. Ju bekon Pastore Alketa Auer.